Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja e qoftë me ju të nderuar miq. Në videon e sotme do të flasim për një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së Islamit, të jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila përmendet edhe në Kuranin e Shenjtë. Do të flasim për ngjarjen e famshme të Mirajit dhe të Isras. Fillimisht do t'ju tregoj përmbledhtas se çfarë përshkruhet për udhëtimin e të dyja edhe të Isras edhe të Mirajit, duke u përqendruar në pikat kryesore të të dyja udhëtimeve njëri pas tjetrit. Natyrisht në këtë video do të flasim edhe për një nga pyetjet më të nxehta, nëse kjo ngjarje ka ndodhur fizikisht apo jo. Por gjithashtu do të flasim se cila ka qenë ajo datë kur ka ndodhur kjo, nëse ka qenë me të vërtet 27 Rexhep të kalendarit islam apo jo. Le të fillojmë me ngjarjen e Mirajit. Në Buhari përmendet që engjëjt mbritën tek profeti, ndërkohë profeti ishte pranë Qabes dhe ishte në gjendje midis gjumit dhe zgjimit. Ata, pra engjëjt, sollën një tabaka floriri dhe ajo ishte mbushur me besimin dhe urtësinë. Më pas engjëjt ja çajnë gjoksin profetit sallallahu alaihi wasallam, ja lajnë me ujë zemzem dhe pastaj ja mbushin me besimin dhe urtësinë që kishin sjell në tabaka. Më pas u soll buraku, pra mjeti me të cilin profeti do të udhëtonte, ishte një mjet i ngjashëm me mushkën dhe gomarin, por ishte i bardhë dhe profeti bashkë me të, pra bashkë me Hazrat Jibrail alayhis salam, udhëton nëpërmjet këtij mjeti dhe shkon në përqiej. Shkon spari në hyrje të qiellit të parë. Jibraili e pyet rojen, roja pyet se kush është me ty. Jibraili tregon se është Muhamedi dhe pyet nëse është i ftuar apo jo. Po, i thot Jibraili. Dhe kështu profeti bashkë me Jibrailin, të dy së bashku kalojnë në 7 qiej njëri pas tjetrit, dhe se në secilin qiell bëhet kjo bisedë me rojen e qiellit përkatës. Tani, çfarë kanë parë pra profeti sallallahu alajhi wasallam, çfarë ka parë në këta qiej? Përmendet që në qiellin e parë e takon Hazrat Ademin alayhis salam dhe e përshëndet, e takon dhe merr lutjet dhe uratat e tij dhe ngjitet më tutje. Në qiellin e dytë, Hazrat Isain alayhis salam dhe Hazrat Yahyan, tezakët, dy tezakët, pra që ata të dy ishin tezak, siç përmendet edhe në hadith. Dhe në qiellin e tretë e takon Jusufin alayhis salam, në qiellin e katërt e takon Hazrat Idrisin, dhe në të pestin Harunin, dhe në të gjashtin Hazrat Musain, dhe në të shtatin Hazrat Ibrahimin, paqja qoftë mbi të gjithë këta të dërguar. Dhe më pas profeti sallallahu alaihi wasallam kalon në Sidratul Muntaha. Kjo përmendet edhe në Kuranin e Shenjtë, në surën 53, pra An-Najm. Sidratul Muntaha do të thotë hide e tejskajshme. Pra hide, një pemë që ndodhe aty, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam aty do të kalonte dhe atje do t'i vinte një shpallje. Dhe atje pikërisht ai merr urdhrin prej Zotit që muslimanëve do të obligohe 50 herë namaze në ditë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam me këtë porosi tek po kthehej gjatë rrugës e takon, pra tani është duke zbritur, gjatë rrugës e takon sërish Hazrat Musain alayhis salam. Musa alayhis salam e pyeti se çfarë ke marr, dhe ai tregon se Zoti ka obliguar 50 namaze për umetin tim. Dhe Hazrat Musa alayhis salam thot se jo, un jam njëri me përvoje, unë e di që populli e ka të pamundur të përballoj këtë, ose ka të vështirë të përballoj, ktheu te Zoti dhe ule numrin e namazeve. Dhe Hazrat Profeti sallallahu alaihi wasallam kthehet, Zoti ul një pjesë të namazeve të ditës dhe përsëri duke u kthyer Profeti sallallahu alaihi wasallam e takon Hazrat Musain, Musai përsëri bën të njëjtën pyetje dhe i thot të njëjtën gjë. Profeti përsëri kthehet tek Zoti dhe kështu duke bërë disa herë vajtja ardhje, nga numri 50
zbret në 5 namaze në ditë dhe kur e takon edhe këtë herë Hazrat Musain alayhis salam, profeti sallallahu alaihi wasallam, Musa alayhis salam i thot të njëjtën gjë. Por profeti i thot tani kam turp të shkoj prapë te Zoti. Dhe atëherë i vjen një shpallje që këto janë edhe 5 edhe 50. Pra një namaz do të shpërblehet sa 10 namaze. Kështu 5 namaze u bën edhe 50 edhe kjo ishte e përcaktuar. Pastaj do të shohim edhe disa pamje të ndryshme që përmenden në disa hadithe, po në kontekstin e Mirajit ose të Isras, thot profeti sallallahu alaihi wasallam diku gjatë pra shikon edhe xhenetin dhe disa pamje të tjera dhe diku sheh popujt e profetëve të ndryshëm. Sheh një popull shumë të madh, pra që ishte shumë i madh në numër dhe profeti mahnitet e pyet kush janë këta? Gjibraili thot se ky është populli i Musait. Dhe më pas Gjibraili i thot por shikoj në anën tjetër. Dhe profeti kur e shikon atje aty ishte një popull akoma më i madh. Madje ai popull pastaj e mbush gjithë horizontin dhe profeti e pyet po ky kush është? Thot është populli yt. Gjibraili alayhis salam, profeti sallallahu alaihi wasallam. Kurse Isra në shumë hadithe përmendet udhëtim nga Meka në Jeruzalem. Pra në Jeruzalem profeti sallallahu alaihi wasallam shkon në Beitul Mekdes dhe aty drejton namazin për të gjithë profetët. Pra të gjithë profetët gjithashtu kishin mbërritur atje dhe falen namazin në ndjekje të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe profetit i jepen pra gjatë rrugës dalin pamje të ndryshme, profetit i jepen 2 kupa, një të qumshtit dhe një të verës. Diku përmendet edhe mjalti. Por sidoqë të jetë, profetit sallallahu alaihi wasallam kur i jepen këto pije të ndryshme, profeti zgjedh qumshtin. Gjibraili alayhis salam thot alhamdulillah, pra lavdi Zotit, Zoti të udhëzoj të zgjidhje atë që është drejt natyrës së përshtatshme. Dhe po të kishe zgjedhur verën, umeti yt, populli yt do të devijonte nga rruga e drejtë. Tani vim tek pyetja nëse Israja dhe Miraji kanë ndodhur fizikisht apo shpirtërisht. Kur trajtojmë këtë pyetje, ne duhet të dimë që për të udhëtuar fizikisht na duhen 3 element në mënyrë të pazvendësueshme. E para është hapësira, pra distanca, vendodhja, ku ka shkuar një person nga një vend në një vend tjetër. Dhe e dyta koha, pra sa zgjat lëvizja, sa zgjati lëvizja, 1 orë, 2 orë, 1 ditë, 2 ditë, 1 muaj, 1 vit. Dhe e treta shpejtësia, pra sa distancë përshkohet në njësi kohe. Shpejtësia maksimale që ne sot pra qenia njerëzore e di është shpejtësia e dritës, rreth 300.000 km në sekond. Dhe në qoftë se përshkojmë vetëm galaktikën tonë, pra rrugën e qumshtit, na duhen miliona vite me këtë shpejtësi, me shpejtësinë e dritës për ta përshkuar gjithë galaktikën. Por natyrisht në fe kur bëhet fjalë për fuqitë e Zotit, gjithçka është e mundur, por atëherë kur vetë Zoti të ketë deklaruar një gjë të tillë. Nëse ne shohim ngjarjen e Mirajit, ne shohim shumë argumente që nuk na sugjerojnë që ky udhtim të jetë bërë fizikisht. Ja ta shikojmë me radhë. Si u përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam vet kur mohuesit njëherë i kishin kërkuar që ai të ngjite fizikisht. Pra në një sure të Kuranit të shenjtë, madje ajo sure quhet vet Isra, ose ndryshe quhet edhe Beni Israil, aty përmendet ky ajet i Kuranit. Le ta shikojmë direkt nga Kurani i shenjtë, pra surja 17 ajeti 94, ku mohuesit kërkojnë
kërkojnë disa gjëra profetit sallallahu alaihi wasallam, që ai të ketë shtëpi prej ari, të ngjitet në qiell, pra i kërkuan në Mekë profetit sallallahu alaihi wasallam të ngjitet në qiell. Dhe pastaj kërkuan edhe diçka që thotë që të zbresesh me një libër që ta lexojmë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam me urdhrin e Zotit u përgjigjet mohuesve për këtë kërkesë që ata bëjnë, thotë Subhana Rabbi, hal kuntu illa bashara rasula. Subhana Rabbi do të thotë i pastër është Zoti im nga këto gjëra. I shenjtë është, nuk i takon Zotit tim të bëj këto gjëra. Sepse arsyeja e cila është, thotë, a nuk jam thjesht një njeri i dërguar? Pra, kjo është ligjësia që Allahu i Madhërisëm ka përcaktuar për një njeri, qoftë ai i dërguar, që për të këto gjëra janë kundër ligjësisë që ka vendosur Allahu i Madhërisëm. Dhe këtë përgjigje profeti sallallahu alaihi wasallam u jep mohuesve. Pikërisht në surën Isra, që ai është thjesht një njeri i dërguar dhe nuk i thyen ligjet që Allahu ka përcaktuar vetë. Vazhdojmë me një përgjigje tjetër, në fakt është një deklaratë vetë e Zotit të Madhërisëm që përmendet në surën An-Najm, pra surja 53, e cila përmend ngjarjen e Mirajit në një mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe këtë duam të shohim vetë nga Kurani, që surja 53, pra surja An-Najm, dhe ajeti ishte 12. Këtu komplet është përmendur ngjarja e Mirajit, por është një përshkrim kaq shpirtëror, por për shkak se disa hoxhallar, dietar janë përqendruar vetëm tek forma fizike e këtij udhëtimi, nuk e din vlerën kësaj ngjarje. Lexoni këtë koment që është nga vet Imam Mehdiu alayhis salam, themeluesi i xhamatit musliman Ahmedia, se çfarë do të thoshte, se çfarë do të thotë udhëtimi ose përshkrimi që përmendet në surën Al-Miraj, edhe këtë pra rreth surës, në parathënien e surës, një komentim nga Hazret Kalifi 4 i xhamatit, do të habiteni se sa e thellë është kjo ngjarje. Dhe në ajetin 12 të kësaj sureje, Zoti thotë që zemra nuk gënjeu atë që pa. Zemra e kujt? E profetit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë shikojmë me zemër? Me zemër nuk shikojmë personin, materialin ose materjen, por shikojmë gjërat shpirtërore. Dhe për këtë përjetim, Allahu i Madhërisëm thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam këtë përjetim e ka parë me zemër. Dhe prandaj thotë zemra nuk gënjeu atë që pa. Vazhdojmë me një argument tjetër që është përsëri në të njëjtën sure, në ajetin 15, pra pak kalojmë më poshtë, që u bë një shfaqje, një manifestim hynor, ku pranë hides së të iskajshme, Sidratul Muntaha. Çfarë është hide? Hidja është një pemë, ju e dini, në vendet e lindjes, në vendet arabe, hidja është një pemë e dendur në gadishullin arabik, në zonat afrikane, dhe aty kjo pemë përveç se është frutdhënëse, ka një dru shumë të fortë dhe ka edhe gjemba. Dhe për këtë arsye përdoret si gardh natyror dhe shenjë kufiri për shtëpi, tokë, prona, dendur përdoret. Jo vetëm në lashtësi, por edhe sot e kësaj dite. Dhe Kurani i Madhërisëm e përmend hiden në ngjarjen e Mirajit, duke e cilësuar edhe këtë që e tejskajshme, pra kufiri më i largët i mundshëm që mund të imagjinohet për arritjen e njeriut, ishte ai që është përshkruar, ku ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë që më andej nuk mund të shkonte dot qenia njerëzore. Madje as engjëjt nuk mund të shkojnë dot. Prandaj Hazrat Xhibraili i thot profetit diku që unë nga këtu nuk mund të shkoj dot as edhe një pëllëm të vetëm, se unë do të digjem i tëri, nuk kam kompetenca. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdon dhe aty
profeti sallallahu alaihi wasallam merr dhuratën e namazit. Unë e kam shpjeguar në një video tjetër. Ju mund ta shikoni atë në linkun e keni në përshkrimin e videos. Dhe vazhdojmë. Dhe këtu çfarë bën të hidja pra? Në qoftë se do të ishte kjo ngjarje fizike, ajo hidje është fizike, i bie që ajo pemë, ajo krijesë që ka në pozitë më e madhe se sa vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, është absurde. Më e madhe se profeti nuk ka qenë as Xhebraili, prandaj ai ndërpreu udhëtimin dhe e lejoi profetin që të vazhdonte vetëm. Pra, edhe kjo tregon që kjo është një simbolik e jashtëzakonshme. Vazhdojmë me argumentin tjetër. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, ky hadith përmendet në Buhari. Është një hadith i gjatë ku është përshkruar gjithë ngjarja e Mirajit. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot që ndërkohë që isha pranë Qabes, në gjendje mes gjumit dhe zgjimit. Pra, ishte përjetim shpirtëror. Dhe prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në atë gjendje. Shumë herë profeti sallallahu alaihi wasallam ka marrë shpallje kuranore. Ajetet e Kuranit kanë zbritur pikërisht në këtë gjendje që është përshkruar atje. Dhe pastaj vazhdojmë edhe me një hadith tjetër. Përsëri ky hadith është nga Buhariu, edhe ai ishte nga Buhari, edhe ky është nga Buhariu, edhe në këtë hadith është përshkruar gjithë ngjarja e Mirajit dhe në fund, pra hadithi mbyllet me këto fjalë. Pasi përshkruhet nga fundi vajtja ardhjet e profetit sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i Madhërisëm tek profeti Musai, i cili i thotë që shko, kthehu prap, ule numrin e namazeve në ditë dhe kur bën vizitën e fundit, lexojmë fjalët e hadithit, thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "O Musa, pasha Zotin kam turp nga Zoti im për t'i kërkuar ulje sepse kam shkuar shumë herë tashmë." Pra, kishte arritur që namazi do të ishte obliguar vetëm 5 herë në ditë, jo më 50 herë siç ka qenë në fillim. Atëherë Musa i tha: "Atëherë zbrit me emrin e Allahut." Pra, nga që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte tani duke zbritur, tha zbrit me emrin e Allahut dhe aty vazhdon hadithi. Thotë, më pas profeti u zgjua. Ndërkohë që ishte në xhamin e shenjtë në Qabe. Dhe fillimisht si ishte? Përsëri në Qabe, në gjendje mes gjumit dhe zgjimit. Ky ishte fillimi dhe ky është fundi. Më pas profeti u zgjua ndërkohë që ishte në xhamin e shenjtë në Qabe. Edhe ky hadith, edhe këto dy hadithe të dyja nga Buhariu tregojnë qartazi që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka lëvizur fizikisht. Vazhdojmë me një argument tjetër. Hazrat Aisha radhiyallahu anha jep një deklaratë të fuqishme. Madje kur e dëgjoi pohimin e dikujt që thoshte, pra të një sahabi, që profeti sallallahu alaihi wasallam të ketë parë Zotin me këtë sy fizik, ajo thotë se më rëqethet trupi nga ky pohim që the. Është e pavërtet. Madje tha, kushdo që thot se profeti e ka parë Zotin me sy, ka gënjur sepse Allahu e tha në Kur'an. Shikoni mënyrën e shpjegimit të Hazrat Aishës. Këtë mënyrë e tregon xhamati, themeluesi xhamati muslimanëve që më shumë se 100 ca vite, që duhet ta përqasësh temën me Kur'anin e shenjtë. Kur'ani i shenjtë duhet të jetë gjykatësi. Jo hadithet që ti lexon një në Buhari, një diku tjetër etj. Kur'ani duhet të jetë gjykatës. Dhe Kur'ani që thot, syt nuk e arrin Zotin. Pra, atë la tudrikuhul absar, syt tan fizik nuk e arrin Zotin. Por Zoti i arrin syt. Ai është i mpreti i gjithë informuari. Është një shpjegim shumë i bukur se përse janë përdorur këto dy cilësi për këtë deklaratë që është dhënë, por nuk dua të zgjatem me këtë shpjegim. Ajo që dua të theksoj që Hazrat Aisha radhiyallahu anha me këtë ajet të Kuranit e ka komentuar, e ka interpretuar që si ka qenë ngjarja e Mirajit. Edhe ajo thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka parë me syt e shpirtit, me syt e zemrës, siç është përmendur pikërisht edhe në surën An-Najm, që zemra nuk gënjeu atë që pa. Vazhdojmë me argumentin tjetër, edhe ky hadith në Buhari, siç e shikoni. Vazhdojmë me hadithin tjetër, përsëri në Buhari, në një hadith tjetër ku përmendet përsëri ngjarja e Mirajit në mënyrë të detajuar
Dhe fillimin, në pjesën e parë, profeti tregon një episod shumë të bukur, thotë që mu hap çatia e shtëpisë. Pra, këtu tani duhet ta shikojmë që po ndodhin gjërat fizikisht apo në mënyrë shpirtërore. Hapja e çatisë nuk ka qenë në mënyrë fizike, por në mënyrë shpirtërore. Ja shikojmë si qartësohet kjo matutje. Thotë, ndërkohë ndodhesha në Mekë. Pastaj zbriti Xhebraili alayhis salam, më hapi kraharorin, e gjithë kjo duhet të ndash se ka ndodhur fizikisht apo shpirtërisht. Thot, më hapi kraharorin dhe e lau atë me ujin Zemzem dhe thot, më pas u soll një enë e ardh. Tast përmendet, pra një tas ose një tabaka ose një enë e gjerë, mund të jetë edhe thellë, dhe thot e mbushur me urtësi dhe besim. Çfarë janë urtësi dhe besim? A janë gjëra fizike? A keni parë ndonjëherë urtësinë dhe besimin në një formë të materializuar? Kur? Asnjëherë. Dhe të cilën thot e vendosi pra Xhebraili në kraharorin tim. Pastaj më mbylli kraharorin, më pas më mori për dorë dhe më ngriti drejt qiellit. Pra, besimi dhe urtësia, a janë gjërat fizike? Gjërat fizike kanë nevojë për një enë fizike. Gjërat shpirtërore kanë nevojë për enë shpirtërore. Nëse besimi dhe urtësia nuk janë gjërat fizike, edhe ena nuk duhet të jetë fizike, duhet të ketë qenë shpirtërore. Kjo hadith shumë qartë tregon që gjithë kjo ngjarje ndodhi në mënyrë shpirtërore. Vazhdojmë edhe shumë elemente të tjera. Gjatë rrugës Hazret Xhebraili interpreton shumë gjëra. Shikojmë për shembull nëse kujtojmë atë ngjarjen, pamjen që profetit ju paraqitën 2 kupa e verës dhe e qumshtit dhe profeti zgjedh qumshtin dhe Xhebraili interpreton duke thënë se kjo tregon natyrën e pastër të tëndes dhe të umetit tënd. Dhe interpreton gjithashtu për verën që po ta zgjidhje verën do të devijonte, pra umeti yt do të devijonte nga rruga e drejtë. Gjërat fizike nuk interpretohen. Gjërat shpirtërore interpretohen. Po të ishte fizike ajo, Xhebraili ndoshta do të thoshte të bëft mirë o profet. Edhe do të vazhdonte udhëtimin, por nuk ndodhi ashtu. Ai çdo gjë e interpreton. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam diku sheh një grua të bukur dhe ajo e thret profetin edhe i thot se kam një pyetje, por profeti nuk i kushton rëndësi. Dhe Xhebraili mandej e interpreton që shumë mirë bëre që nuk i kushtove rëndësi sepse ajo grua ishte bota. Dhe po ti kushtoje rëndësi asaj, umeti yt, tha Hazret Xhebraili, do të jepte përparësi dynjas mbi ahiretin, pra mbi botën e përtejme, mbi botën tjetër. Pse e interpretoi Xhebraili? Sepse ajo nuk ishte fizike. Dhe po të ishte fizike, shikoni sa qesharake bëhet gjithë kjo ngjarje. Do të thotë që idhujtarët të cilëve po u tregohet kjo ngjarje, sahabët edhe atyre po u tregohet, pra po profeti sallallahu alajhi wasallam u tregonte këtë ngjarje. Të gjithë ata duhet të kenë qenë brenda asaj gruaje, sepse ishte bota. Jo vetëm ata, gjithë njerëzit që atë ditë ose atë natë jetonin në rrezullin toksor duhet të ishin brenda asaj gruaje. Është çesharate, nuk është logjikshme dhe nuk është e vërtetë. Prandaj duhet patjetër interpretuar ajo. Edhe Xhebraili alayhis salam këtë e ka bërë. Dhe kjo tregon që ai ustim nuk ka qenë fizik. Vazhdojmë me argumentin tjetër. Edhe një interpretim tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam sheh thot shumë profet me ymetet e tyre, me popujt e tyre, madje shikon edhe një profet me të cilin nuk kishte asnjë njeri. Dhe aty shikon një ymet që ishte, pra një popull që ishte shumë i madh në numër. Profeti thot sa i madh, domethënë mahnitet dhe mendon se mund të ishte umeti i tij, por ai ishte umeti i Musait alayhis salam. Pastaj Hazret Xhebraili i thot profetit që shiko këtu dhe këtu, pra tregon horizonte të ndryshme. Dhe profeti thot që të gjitha horizontet ishin të mbushura me njerëz dhe
një grumbull që e kishte mbushur gjithë horizontin, thot. Dhe më tha Gjebraili, thot, profeti thot, më tha Gjebraili, ky është ummeti jot. Dhe 70.000 nga këta do të hyjnë në xhenet pa ju kërkuar llogari. Dhe për të treguar që kaq shumë njerëz do ta ndiqnin profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ndodhi kjo? Po ndodhi kur profeti akoma ishte në Mekë. Dhe ne e dim që sa njerëz kanë qenë musliman në kohën kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Mekë. Numëroheshin në gishta. Domethënë ishin shumë pak veta. Dhe kurse këtu po bëhet fjalë për gjithë ummetin. Madje edhe për ata që 70.000 prej atyre do të hynin në xhenet pa ju kërkuar llogari. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka parë fizikisht këtë pamje. Në qoftë se është kështu, atëherë i bie që edhe ne, gjithë muslimanët e botës, të kemi qenë të lindur atë natë përpara profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ishim aty. Çesharake, është absurde. Nuk përputhet me shumë deklarata të tjera të Kuranit të Shenjtë. Vazhdojmë me argumentin tjetër. Edhe ky hadith nga Buhariu, siç ju thash. Marrim një hadith tjetër që gjendet edhe në Buhari, edhe në Musnad Ahmed, që për Hazret Bilalin, duke u drejtuar atij, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Më thuaj çfarë vepre të mirë ke bër o Bilal, që sepse në xhenet dëgjoja hapat e tu para meje." Në qoftë se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte fizikisht atje, ku ishte Bilal? Ai mund të ishte në gjumë, ose mund të ishte duke fal namaz nate. Bilali nuk ishte fizikisht me profetin, përndryshe do ta dëshmonte atje, po edhe un kam qenë në burak bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kjo nuk është as e deklaruar, as e komentuar në asnjë pjesë të historisë së Islamit. Vazhdojmë me argumentin tjetër. Diku në Isra, profeti sallallahu alaihi wasallam kur mbrin në Jerusalem, në Beitul Mekdes, bëhet imam prijes i të gjithë profetëve dhe udhëheq namazin. Në qoftë se kjo ngjarje ka ndodhur fizikisht, atëherë ata profet si ishin atje? Ishin shpirtërisht apo fizikisht? Si shpjegohet kjo? Të gjithë profetët kishin vdekur deri atëherë. Si u rikthyen ata në jetë? Edhe kjo është bie në kundërshtim me shumë deklarata të Kuranit të Shenjtë. Pra, në mënyrë të pashmangshme ne duhet ta interpretojmë që ka qenë një ngjarje shpirtërore. Vazhdojmë me një argument tjetër që këtë lloj ngjarje Allahu i Madhërisëm i ka treguar edhe dikujt tjetër. Pra, një profeti tjetër. Madje vetë ngjarja e Mirajit, përveç të tjerash, përshkruan edhe Mirajin e profetëve të ndryshëm. Për shembull, Hazrat Ibrahimin alayhis salam e tregon në qiellin e 7. E tregon mbi Hazrat Musain alayhis salam. Ai ishte Miraji i tij. Dhe Allahu i Madhërisëm në një ajet në surën Al-An'am, pra surën 6, thot: "Po kështu i kemi treguar Ibrahimit sundimin e qiejve edhe të tokës, që ai të bëhet ndër më të bindurit." Si e ka treguar? Edhe kjo në mënyrë shpirtërore, nuk e ka marr Ibrahimin alayhis salam në ndonjë burrak ose në ndonjë kafshë tjetër dhe fizikisht e ka çuar në qiell për t'i treguar sundimin e qiejve dhe të tokës. Jo, shpirtërisht ka ndodhur edhe kjo. Vazhdojmë edhe një argument tjetër që zakonisht njerëzit që nuk janë të thelluar në besim, nuk e kanë kuptuar Islamin siç duhet, kalojnë në përfundimin e tyre që ta nxjerrin, që sipas tyre kjo ngjarje është një mrekulli vetëm në qoftë se mendohet se ka ndodhur fizikisht. Kjo, siç ju thash, po e the kështu, kjo ngjarje bëhet qesharake. E kundërta është e vërtetë. Kurani i Shenjtë si ka zbritur? Ka zbritur në mënyrë shpirtërore, nga fillimi deri në fund, nga baja e Bismillahut deri tek saja e Wan-Nasit, pra aty ku mbyllet Kurani i Shenjtë. I gjithë Kurani përgjatë 23 vite ka zbritur shpirtërisht në zemrën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë të vetme. Kurani nuk ka zbritur në formën e shkronjave fizike prej qiellit.
ose në formën e libri, madje siç e dëgjuat ju në një argument që mohuesit i kërkuan profetit që të ngjitej në qiell dhe të sillte në një libër të shpallur fizikisht. Dhe Allahu e porositi profetin të përgjigjej duke thënë se unë jam thjesht një njeri. Por ama jam i dërguar, por ama nga që jam thjesht një njeri, nuk Allahu i Madhërisëm është i shenjtë, është i pastër nga këto gjëra që ju po kërkoni. Dhe Kurani i shenjtë ka zbritur në mënyrë shpirtërore në zemrën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka zbritur asgjë fizike. Prapë se prapë. Ai libër është mrekullia më e madhe sot, edhe do të vazhdojë të jetë deri në fund, deri në kiamet, për të gjithë muslimanët. Pra nuk i bie vlera Kuranit të shenjtë, i shtohet akoma më shumë. Prandaj, të nderuar miq, kjo duhet parë që nuk duhet të insistosh që ta provosh patjetër që kjo ngjarje të ketë ndodhur fizikisht. Madje unë shikoj këtu një ngjashmëri me ata ateistë të cilët insistojnë këmbëngulin ta shohin Zotin e Madhërisëm me sy fizik. Dhe thonë se nuk duan të besojnë Zotin sepse nuk e shohin dot. Gati e njëjta sjellje duket e atyre muslimanëve, të cilët insistojnë që kjo ngjarje patjetër të ketë ndodhur fizikisht, përndryshe nuk quhet mrekulli. Nuk është kështu. Pastaj kur është nata e Mirajit? Pra, a ka ndodhur pikrisht me datë 27 e muajit Rexhep të kalendarit islam apo jo? Unë vetëm do të them shkurtimisht për këtë, nuk ka as edhe një deklaratë të vetme, as në Kuranin e shenjtë, as në hadith të saktë që kjo ngjarje të ketë ndodhur pikrisht në atë datë që thuhet, me 27 Rexhep. Madje logjikoni vetë. Nëse kjo ka ndodhur patjetër në periudhën mekase të profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe surja An-Najm zbriti në Mekë, madje surja An-Najm zbriti në vitet e para, edhe surja Isra, që gjithashtu quhet Beni Israil, zbriti në Mekë para se të ndoste mërgimi. Në atë kohë muslimanët kanë qenë të shtypur, të persekutuar dhe nuk kishin mundësi të ruanin edhe datat. Aq e qartë është kjo sa një njeri që e ka lexuar me vëmendje jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam e kupton shumë mirë. Kështu që këto janë të mëvonshme. Pastaj ndoshta njerëz të thjesht patën nevojë që të kishin data fikse në mënyrë që të festonin ose të bënin kështu, por kjo nuk është mënyrë islame, kjo është mënyrë e atyre njerëzve që e kanë shpikur vetë. Se cila natë është natë e mirë. Nuk është nata e mirë vetëm 27 Rexhep, për të cilën ne, siç u thash, nuk e dim fare se a ka ndodhur pikrisht atë natë ngjarja e Mirajit apo jo. Se cila natë është natë e mirë. Kjo është e përmendur, po. Është e përmendur në hadith në Buhari, dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam që Allahu zbret kaq shumë pranë robit natën sa në namaz nate, ai në qoftë se i kërkon falje Allahut, Allahu e fal, në qoftë se i lutet për diçka, Allahu i dhuron. Dhe kështu është përshkruar. Në çdo javë kemi ditën e premte. Në gjithë ditën e premte, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që vjen një moment ku pranohet lutja. Pra, kjo është përmendur. Përmendet vetëm një natë. Po, nata e Kadrit përmendet. Në Kuranin e shenjtë përmendet. Në hadithe përmendet. Por edhe për atë në hadithe përmendet që kërkoni në njërin prej neteve teke të 10 ditëshit të fundit të Ramazanit. Edhe ajo nuk është e përcaktuar që patjetër është nata 27 e muajit Ramazanit. Pra, këtë gjë duhet ta kemi parasysh. Pastaj, qofse dikush dëshiron përsëri ta festojë si natë të mirë, është puna e tij. Unë nuk kam të drejtë ta ndaloj atë, të them që mos agjëro, mos u fal. Të nderuar miq, për Isra dhe Miraj ka edhe shumë argumente të tjera që tregojnë se kjo nuk ka qenë fizike, por e lëm me kaq. Ju mund ta shikoni një video ku kam shpjeguar edhe aspekte shpirtërore të Mirajit dhe pastaj edhe shpjegimin e namazit. Madje është një playlist i tërë ku mund të shikoni shpjegimin e namazit dhe si ky namaz
do të bëhet për deri në kiamet mjet miraxhi për çdo besimtar inshallah. Faleminderit shumë për vëmendjen.